Cili është personi më i mëshëm që e njeh? Se je mëshme? Nëse të ronë me ndikush, ta di që ai person mundet me qenë i mëshëm veç në Kosovë. Studiosit e inteligjencës kanë zbulu se inteligjenca kuptohet ndryshe në kultura të ndryshme, që i bjen se nëse konsiderohesh shumë i mëshëm në Kosovë, në Kinë, nashta je mesatar. Shkojmë rreth botës edhe shohim se kush është i mençëm. Nëse je në Amerikë, mençuria shpesh lidhet me shpejtësinë e të menduarit, zgjidhjen logjike të problemeve edhe rezultatet e larta në teste. IQ-ja, notat, CV-ja, edhe je i mençëm. Po, në vendet e tjera, ka krejt tjetër domethënie. Në Kinë, me qenë i mençëm do të thotë me qenë i ndjeshëm, modest edhe i përulur. Në filozofinë taoiste, njerëzit e mençur nuk tregohen shumë, por janë të lidhur me natyrën, me veten edhe me botën përreth. S'mjafton me ditë, duhet me përdor dijen me urtësi. Në Indi, inteligjenca është një harmoni mes logjikës, ndërgjegjes edhe mirësisë ndaj të tjerëve. Me qenë i mençur është me ditë të drejtën nga e gabuara, jo veç për veten, po edhe për komunitetin. Në Korenë e Jugut, mençuria matet edhe me shkatësi sociale edhe përgjegjësi personale. A din me u përshtat, a din me menaxhu veten edhe a din me i kuptu të tjerët. Në fakt shumë koreanë e vlerësojnë komunikimin edhe përulësinë më shumë se sa arritjet akademike. Në Australi, ata që arrin me zgjidh shpejt probleme, që mendojnë në mënyrë të pavarur edhe janë praktik konsiderohen më të mençur. Domethënë shpejtësi, efikasitet, logjik edhe je smart. Këtu ishin veç disa informata të shpejta për inteligjencën në përbot, e për ty, kush është një person inteligjent. Edhe mos u shqetëso nëse si je i mençëm në Kosovë, nashta me në vend tjetër botës je i mençëm. Edhe mos harro për më shumë video si kjo, bëja subscribe Urbane Family 103.5 në YouTube, po pse jo në krejt platforma tjera.